Top Fare. Mirëmbrëma hermanos, hermanas dhe të gjithë ju që jeni duke na ndjekur drejt për së drejti në valët e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në Digital Buklera, po bën video apo jo? Jo. Po, kthej kokën Juli se jemi për Instagramin. Mora kitarën shokë. Po, thuja kamerës. Ta nisun këtë emision. Po. Ta gjoj I madhe I vogël në këtë qytet që quhet Tiranë. Bravo. Gjak nga veshët të gjithë muzik dashur. Rëndësika që del diçka. Bravo! Angelo Shkreli, Julian Hurda dhe DJ Kedos. Këtu kemi dorë torkite. Bravo! Bravo. Do të jemi deri në orën 20:00 ose 8 për t'ju mbajtur me shoqëri të mirë, me argëtim dhe me shumë informacione të bukura, të fryqme dhe të volitshme. O Juli. O Angelo. Sot s'kishte shumë trafik. S'kishte shumë trafik sot? A ishte bllokuar sheshi? Jo, rastisht. Oh. Ku dëgjon? Ka polica ty me thënë të drejtën. Mbasi është bërë refleks. Është bërë refleksi, më duket mua si. Ne ke parasysh, diela është pushime, hëna është dita e protestës, nuk ke marrë vesh se çfarë duke bërë. 3 ishin ndodhit, Po, më të rëndësishme, po, të javës që lam pas. çfarë thua ore? A je gati apo si je gati? Gati, ne kemi lindur gati, të Edhe lutem. kur flasim për dodhi ua përsërisim, nuk futemi te politika. Jo, si kemi qef ata fare. Mashtronin qytetarët me kontrata shit blerje apartamentesh, arrestohet çifti I agjentëve imobiliar në Tiranë. Sa I thon Juli, okazion të burgu. Çuna përshëndetje. Okazion që lije. Tamam, ashtu. Rezulton se çifti nuk merrej me metra katror, por me fantazi katrore. Kontratat ishin reale, firmat po ashtu, vetëm apartamentet mungonin. Ato do vinin, por më vonë se kishte pak trafik. Kur e kupton se ti apartamentin shef në fund, se ti fillim do bësh letrat, jo sa lek është, ai kam as I kam, por shit ç'a thonin ore. Paguaj herë lekët ti, idh firmën dhe flasim, mos e prit mendje se un me shitë du I thonin këta. Unë me shitë du Çe vret mendje, nuk gjezi kjo ofertë, janë dhe 5 veta që po presin, po se mori ti e marrin këta të tjerët. Ky është marketing mashtrimi. Kur thot janë 5 përdoret kjo fjali, kuptohet. Janë 5 veta rraf, po pritet. Ai jo që shko këtu ore. Tamam. Edhe sigurisht edhe ata 5 tjerë do e marrin direkt pas teje, shitje në grup. Tamam. Dgjoj se e kemi nxjerr. Shikoj çfarë shkruani. Super apartament me pamje nga e ardhmja. Orientim nga shpresa. Domethënë aty shkruhet o zot, inshallah sa më shpejt. Dalje direkt në autostradë dhe në zhgënjim. Pagesa bëhet sot, çelsat merren mot. Nëse nuk na kapin, po na kapën kismet e shtym. Për çelë. Domethënë këta ishin KCK. Policia hyri, Po. pasi kuptoi se I vetmi objekti pa luajtshëm në gjithë këtë histori ishte mashtrimi. Dhe ne shqiptarët nxorën një mësim. Në Tiranë mund të blesh gjithçka, edhe apartamente që nuk janë akoma në PowerPoint. Domethënë që nuk është fare ajo, nuk ekziston. Është thjesht një mendim. On computer. Po, mund t'i blesh mendimin atij tipit. Edhe me këtë ngjarje ju kujtojmë që jemi në Top Fare këtu në Top Albania Radio, qëndroni me ne, premtimet janë falas dhe informacioni është real. Bukur, lajmi I dytë që bëri rrjedhën e të gjithë ngjarjeve përveç Zarfit Zi që u fut sot në bik, sa ai është lajmi I katërt. Po, rekord historik në Shqipëri. Numri I makinave kalon për herë të parë 1 milion. Edhe themi ne pastaj se ka trafik. Po. Si mos ke trafik? Ka më shumë makina se njerëz. Po, kur e mendon, një njeri ka 2 makina. Ti për shembull ke 2 makina apo ke 3? Ha pra. 2 kam njat. Gjitha I the burr. Okej. S'kisha thënë ajo nga këto sa shpejt. Hajt fuj dhe Babim që treta. po dëgjoj. Ku I ka këre? Po, I futen shert shtëpis. Dhe e treta, tashmë ju mund të pini kafe me kadaren afër. Po, e dëgjuat mirë. Ka shpejt do bëna çuat. Po jo, nuk do të çoj unë. Djo, tani. Një kafe me kadaren, statuj bronzin në lokalin e preferuar për 90 vjetorin e lindjes. Helena, pra bashkëshortja, deklaroi se do të jetë më afër njerëzve. Ismaili vinte për ditë këtu, vetëm 3 ditë e para sa të largoi nga kjo botë nuk pati më fuqi të vinte, por me vite të tëra ky ishte ritmi I tij përditshëm rrëfet bashkëshortja e Ismail Kadares. Dhe si mund të mungoj një moment artistik tani, me këtë lajm artistik? Kedos, lutem, sa harqe. Na jep po simfoninë e 17 Shopinit. Po. Okej, e kemi. Është poezi e Kadares, koleg, në parkun që mbuluan fletët, por është versioni Top Fare. Okej, në rregull. Jam gati të dëgjoj me shumë kërshëri. Në parkun që mbuluan fletët, të dy ne ecnim qetësisht.
Pas barit dhe stolave ka shtruar betoni, plot pallate natyrisht. Edhe ndoshta si një ëndër e zbeht u fanit një muzg i vonë. Këtë park e kanë mbuluar hyrjet që kanë filluar të shiten okazion. Nga vagabondët me cigare ti mos u trembe dashur kot. Edhe po të shan, bëj sikur s'dëgjove se për një fjalë ikën për kovë pusi sot. Që ti të vije ka që bukur me këta flok, me këtë hap, mu desh të kuptoja çdo me thënë zihesh me grun kur thotë si jetoj unë me mamin tat. Dhe s'kish si të ndodhte ndryshe, s'kish se si. Si doja bëjmë me gjithë këto halle, veç i madhi, Zot e di. Bravo. Më di kitare se s'duar trokitet për vete. Mos i bjer, të lutem, mos i bjer. Bravo Juli, bravo. Se po na gjende nga koça prandaj. Veti pun këta, po kena i program anaj. Kam i program, trune. Ke i program. Mirë mbrëma Shqipëri, nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top se më mirë do bëhet, më keq nuk ka ku shkoj. Kape Julin tani. Bravo Juli, bravo. Ja bëre me dorë. Ja, se kape akoma. Kapet nesër. Duhet merresh me Mirin që të kapësh. KÇG. Po, si thot Miri, unë s'flas fare, dy gjëra flasë, hop, ka Prime-in. Ne kapim top fare, okej. Është momenti muzikës. DJ Kedos, ku do na çosh more DJ Kedos? Okej. Në Itali. Thashtë ku do na çosh, po mirë që ke vëzë kush është poza më e bukur do ta çoj në Itali. Ikim në Itali, po. Ikim unë edhe ti. Jemi rikthyer këtu në Top Fare në Top Albania Radio dhe ora shënon 18:17 minuta. Për gjithë ju që mund të jeni duke udhëtuar, rruga më ngarkuar momentalisht në Tiranë që del jo e kuqe, po e zez nga Akademia e Sigurisë pra tek rrethi Saugut, siç quhet, deri te Ekonomiku. Kur vini për në Tiranë, shmangeni nëse mundeni se është flak. Nëse s'mundeni, ç'të bëjmë? Ja, do flasim në telefon. Alo, pa mua më bëra studiat. Ore, nuk po një mua ti, ore, pasha. Një minutë, se nuk të njoh. Kush je? Jo ti, ore, jo nuk e ka me ty, ore, po flash me këta këtu, ore. Në rregull, mirë, ti flit me ta, ne po vazhdojmë emisionin, apo? Prit, ore, pse ti ke bllokuar rrugët, ore, Po jo mos i kemi bllokuar ne, ka protest. E dia që kishin dalë bobat e mi në protestore, pra ndaj ata kanë ardhur para me, qa të bëj vllai. Zotri, nëse ke marrë për të folë për politikë, më mirë pa mbyllim fare. Jo, ore, jo kam ardhur të takoj atë, ore, Ledioni, po që nga bllokuar rrugët, ore, Pse? Që do? Po dua të futem Big Brother, Aha, s'keni pun tjetër, gjithë të marrë në telefon, doni me u fuk në Big ju. Po, a ke zje njoftim, pra bëhu pjesë e spektaklit më të dashur, O, zotri, pa e kemi nxjerr njoftimin, po njoftimi është për ta parë në sallë. Pra për të qenë aty atë natë, afër Ledionit, opinionistëve, të eliminuarve, jo për të fut Big Brother. Gjithsesi, kjo se ndryshon fakti që do më fushë në Big Brother VIP, si super VIP, Ç'ke bërë ti që të quhesh VIP ose super VIP, ha njerë? Kam bërë aty që se ka bërë si shqiptar deri më sote, më kupton apo jo? Po me mëse s'ka nevoj për gjithë të suspans tani se nuk je fut akoma në Big. Po na thuaj ç'ke bërë? Prit. Pam. I kam shërbyer kafen Ivan nga Trumpit, kur ishte në Vlorë. Madje kam edhe video sekrete që do bëj namin. Po shet në i zarvzim, kupton apo jo? Një minut. Pra ti quhesh VIP vetëm se i ke shërbyer kafen Ivan nga Trumpit. Jo vetëm aq, i thash edhe mirë se vjen në Vlorë, o babut. Po ajo ç'a të tha? Pa jo bus keq, se s'dinte shqip, s'dinte të thoshte. Qengeni marrë vesht. Me fjalë merremi vesh të gjithë ne, diplomatësh është kush merret vesh me si, kupton apo jo? Shi, po. Sa zgjati ky takim historik, ha? Pa para zgjat, 2 minuta e gjithë, por ishte intensive, o vlla. Unë shia, ajo më shikon mua. Ishte momenti i fiks për Prime, Shi, mirë që e shihje ti, po të shihte edhe ajo, Po, më shikon edhe më thoshte, po këtë qatë dreshi ka që s'pin darë shqyre, që më thoshte ai tjetri, ai që dinte portugalisht, më kupton apo jo? Më rregull, mirë ka menduar ajo, po tani, kjo video sekrete ç'a ishte që na the? Ja, se unë po ngiret me shnesh, vetëm ti po më dëgjon mua aty, je i sigurt. Unë edhe DJ, vetëm 2 veta, askush tjetër. Respekte për DJ-n që a muzike vë ajo, i mas fare, gjokto. I jashtëzakonshëm, ha?
Kam një video ku Ivanka shen nga Sazani dhe thot hapu Sazan, që më vonë e morën ata dhe e bën hapu Sesam. Ka materiale sa të lasht jemi dhe shina kopjojnë të huaj, në kupton, e pash me 200.000 ore. Ka bërë një video 4K, mos i iki kualiteti. O, zotri, leri këto tani teori konspirative alla Sazan Guri. Ore, e ti lavet, ore, po thuaj, kush e ka në dorë aty për fushin Big Brother, ere, nuk kam përgjetur njeri me atë, me ata që Donald Trump i se sa unë, ore. Ju mbaj 3 prajme vetëm me këtë, më fushni, ore, më fushni, qa po bëni, ore. Ore, mirë ta, 1 minutë t'i sqarojmë ca gjëra. Po lidhja jote me Donald Trumpin ku qëndron këtu? Linja e jetës, ore, kur të shkrua ju në aty, ajo është goca. Unë kam lokalin, kafenja qova, unë ajo e piu, shkoj në Amerikë i tha babajt, baba, e di qa kafeje, mjalt, ore, mjalt. Do thot ai kush e shërbeu kafen. Unë, trak, Donald Trump i të marrë në televizion e Top Channel, kush që nga kush e shërbe nga kafen më të mirë, se në Amerikë e bëjnë lëngështeja shkafen, ore, më të gjona bojo. O, zot sa thellje fut, po na gjë tjetër do na thuash? Ore, unë jam i vetëmi që kam parë Amerikën, ore, nga sytë e Ivankës. Përveç kësaj kam bërë like të sa foto edhe brikenësh, ore. Më duke që kam folë janë 2 herë, po se mbaj mend. Po le më këto, man tani se ju që keni folë me brikenën, po shtojni si kërpudha pas shiu, dilni jo 1, jo 2, jo 3 kam folur. Le tani mësësh etike të merremi me tjerët. Po na thuaj. E mbas më ata rushin e madh, ore. Unë e çovare, po është mesazh sekret ai që vetëm unë e di, e kuptoj. Prandaj ishte ashtu ajo se dinte kush e kishte çu. Po, ore, do bëj alians me këdo që pi kafe, ore. Kush pi është nominim direkt, e kupton di apo jo? Shi, po debatet? Jam i përgatitur, ka menaxhuar 4 tavolina me vlonjator edhe 2 fjera kjerë. Kupton di qa bët. Po për një minutë tani, nga gjithë sa e ke parë di Big Brotherin dhe krejt ata konkurrentët aty, për placin më të fortë, me kë mendon se do e kesh? Me atë që më prek filxhanin, ore, shqiptari dhe vëret për një kavnë, valla. Se mendoj me atë Rogerdi njerë vo qa i ka bëra i, ore. Po nëse të zjerë i shpejt? Shka problem, me afton që artikuj të më shkruaj pjesë e bigut, guzhua që i ka shërbyer Ivankës, ka i doan, ore, reklam falas, o vlla. Po mirë, supozojmë se nuk të futën këtë vit, që do bësh? Po s'ka gjore, pres vitin tjetër, vipi nuk s'ka dono, vlla, kam flet për 10 vite unë, E mirë, prit, pra ndoshta të vjen ftesa, ndoshta, gjithmonë. Po ma s'til pra ftesën, ore, për qatë mora telefon, ma gjoj lek me ty. Po se ka mu në ndorë të s'jel ftesën, ma s'jel ftesë, thot, që a mu? Po si se s'ke ti ndorë, kot fola njërë me ty unë, dash gjithë material, ore. Po hajtë se mirë ka për dalë, po se do të atë gjojnë. E mirë, iga tani se do i kthej prap gjitha për vloshe. Pas ka nërë protest për mua, vlla, kam gatruar Andres. Po ç'doni në Vlorë, more? Tëmën. Po të atit kërkoni në Vlorë. Hajt, me të mira. E çuditshme, gjithë shka mund të ndodhi, tha jetojmë në Tiranë dhe këta veshët tanë do vazhdojnë të dëgjojnë çuditëra. Po deri atëherë, ju mos dëgjoni çuditë. Pip, akoma se kishte mbyll kë.